Tje? Edhe unë përshëndes. Profesor, apo? Po. Prof, ne sot e kena temën shumë thjesht, e kena çka presin qytetarët, edhe jo, edhe na, edhe krejt për këtyre zgjedhjeve që jena gati në prag zgjedhjeve. Unë se për këtë zgjedhje po tregoj vetëm nivel ballkanik të shteteve. Mirë po bëni ju që po sensibilizoni çështjen e zgjedhjeve që prej 2 këqijave me zgjedh më të mirin. Po intimisht po tham, kur s'ka qenë Kosova, Shqipëria, po tërë Ballkani me një situatë më të keqe si është që tash, që përndryshe këtë situatë e kanë kriju vetë njerëzit që nuk bazohen këtë mendim që e thash më parë ty të pëlqej. Politika e cila nuk bazohet njohuri teorike shkencore profesionale, dia, ajo ka me dështu. Vetëm dia, profesioni, ato mund të sigurojnë atë, shkathojmë, perspektivë të zhvillimit ekonomiko-social ose vizion. Këta, që njohun e shumë mirë, ka prej tyne deri dikun të mirë, pa ata i preferoj, në bazë të kësaj bisede, që në të ofroj njerëz afër veti njerëz që din, qoftë ata shqiptar ose ndërkombëtar. Nuk mundet me linjumi i tretë me shku njerëz ose shteti me udhëheq njerëz cilit nuk janë ndihshëm ose janë ndihshëm, po afër veti nuk i kanë ekip të njerëzve cilët mund të japin mendime për strategjinë e zhvillimit ekonomiko-social, për rritjen e punësimit, rritjen e të ardhurave, rritjen e mirëqenies, rritjen e eksportit. Kretë politikantë për naj, më faqin do të prejta, po këtë politikantë për naj premtojnë punësimin, zhvillimin ekonomik, rritjen e pagav, asë një nuk për realizon. Këto vetëm jenë fjallë, ndigjo, fjallë. Unë jam me doktorantur në Zagrebi, unë di shka po flasë. Për me thonë e rriti rogën, duhet me ditë çfarë kapaciteti ekonomike ke ti, ato kapaciteti ekonomike, çfarë produkte hapin, ato produkte a jenë për eksport, çfarë çmimi kanë, a ka një konkurrencë nivel vendor, nivel botror. Nëse është që ne eksportojmë vetëm 10%, mbeturina thamë, ndërsa importojmë 90%, që to 90% janë vetëm mjetet e njerëzve tanë që po punojnë në shtete tjera. Bëhet pyetja, pse ata me punu në shtete tjera mëse me punu këtu? Kur dihet se trojet etnike shqiptare janë me pasuri më të mëdha nivel botror. Ke pasurinë, ke tokën, ke nën tokën, ke gjithë shka, mund turizmin, e gjitha këto na lejojmë që të rritë tanë, që çdo njeri kushton gjysmë milioni, këto Amerikanët e kanë studiu, mu rritë mu bo 18 vjetë, se di bon 18 vjetë, me shku në shtete tjera, a thua ata e bojnë pse i dojnë këta, jo, ata i bojnë vetëm për shkak interesit, e pse interes më s'u realizu edhe këtu. Pse sigurimin shëndetësor deri sot asnjë parti politike nuk e kanë bërë kur kanë pas mundësi me bë. Shumë mirë e ke, unë edhe ditë e tashme, gjithse ditë e mendova me se bisedu në rrugë për këtë gjona, se s'mund me 2 fjalë me thonë. Njeriu duhet me qenë i barabartë, Zoti e ka kriju ajnalt barabartë, për me qenë barabartë atërë në kupton plotësimin e nevoja materiale, civilizuese nivel të rajonit. E ato jenë udhëheqësat ata që përcaktojnë rrjedhat e zhvillimit, rrjedhat e plotësimit nevojave, materiale dhe shpirtërore. Kur çështja materiale është dhe shteti, kur çështja kulturore, është sporti, është muzika, është projektet ndryshme kulturore. Unë folja me ty se njerë me nova me folë se me njerëz të nivelit qashtu, kur unë jam në Bruxelles, në Vatikan, në Washington, në Dubai, e atje jam aktual, në Shqipëri, në atë akademi, e këtu askush që interesohet, a thuhet, ndarësëm nuk shkohet pa thirë. Ta qaq jenë nivel tullë, sa që nuk din, as kujtë mi u drejtu për me pas një zgjidhje situatës ekonomiko-shoqërore. Çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë njerëzve? Unë kisha me ju thonë po vinë kohë të mira, si ta të punojnë, do dihet afërsisht kush është e shka është.
Kur tham kush është ka është, atëherë ata që din me ekuilibru kokën, e din çfarë do të thonë, njorit, menen, dijen, me xhep. Atë xhep kur tham mendojnë mjetet financiare, po edhe një kapital moral, që lind për asaj që i quajmë zemër. Prandaj ekuilibrimi i kokës, zemrës, xhepit do të vjen për mileniumin e tretë. Një, ndërtimi institucional tash, që është një defekt i madh, jo vetëm Kosovën, Shqipëri, apo Bullgari, gjithkund, për shifni çfarë reagime kanë kuvend. Edhe ata ka gjithçka atje. Po tash e kanë kuptuar se shteti është vetëm metodë e mënyrë për përfitime. Këto është një dobësi që edhe do të kalon. 2. E treta, pasuritë toksore që i ka Kosova, Shqipëria, faktori njeri kryesor, po dhe tërë Ballkanin, është ai që do të rrezaton dhe do të ofron shërbime, cilat do të jenë në interes të kombit. Se për këtë kombit shqiptar do të flet toka, nën toka, deti, nën deti, e gjithçka, se ishmi ata që shpesh herë na thojnë se Iloro Venetia ishte djep i Evropës. Si ishte akullnoj. Akullnoja bari shtos, fillun me shku njerëzit. Ata njerëzit jenë kushëritan. Tash henez Evropa ka me kuptu se kush janë shqiptarët. Prandaj unë mendoj se po vinë konat, mira dhe shpesh herë jo tham lumet ju qini 3, do t'i përjetoni ato, a unë me këto vjetë që i kam e di, dhe jam i bindur, ka shumë faktor, tash në rrugë së mujnë bisedojnë për to, se ka shumë indikator apo faktor që të regojnë hapta se po vinë konat mira. Prandaj, me su mërzitni për gjitha këto që po ndodhin në Ballkan. Edhe tham edhe në Evropë. Faleminderit që ishe pjesë e jona, një ditë do t'jesh pjesë edhe në studio tek ne. E ju të dashur miq, rini me neve sepse gjanat e mira i se dhe veç nga Kosova informon për çdo gjë.